4 familje jetojnë prej të paktën 15 vitesh në kushte ekstreme varfërie në ambientet e ish-magazinës së uzinës së pasurimit të Bakrit në Rëshen. Familja e Leneies, që përfiton ndihmë ekonomike prej 2500 lekësh në muaj, i duhet të kujdeset edhe për 2 fëmijët jetim të vajzës. Nga mungesa e të ardhurave, shpesh mungon dhe buka. Kam dhe 2 intimet e diçunët e gocës, se janë pa babë, janë edhe tu i mbaj une, i mbaj. Ka pas rase nuk kanë harë bukë në të shkretit. Sipas kryefamiljares, paratë e ndihmës ekonomike nuk u dalin as për ilaçet e përmuajshme. Asnjë ndihmë deri më sot s'm ka dhënë asnjë njeri. I kam shku në për zyre ke kryetari ka thonë jo, nuk kemi çfarë me të bëj. Të ardhën kam 25.000 lekë në muaj, 4 vet. Unë i kam gjithë ilaçet, gjysmën e lekëve në muaj. Më shkojnë gjithë ilaçet jam smur. Edhe burrin e kam smur. Banorët jetojnë duke mbledhur kanaçe. Jena të mbledh, se s'kena ku me punu. Jena të vujt për copën e bukës, se s'na ka dhënë kush ndihmë për zotën, si një ani tjetër jenë të fut lekë gjë për vete, se ne asnjëherë s'na ka ndihmu. Jena 15 vet me 2 dhoma të shtreta, me 2 dhoma të vogla. Janë të paktën 20 persona që jetojnë në gërmandat e mbetura të ish-uzinës së pasurimit të Bakrit në hyrje të qytetit të Rëshenit.